Gjykata e posaçme shpradhi fajtori deputetin socialist Jurgis Shulbria duke e dënuar me 3 vite burg, nga të cilat për shkak të përfitimeve nga gjykimi i shkurtuar do të vuajë vetëm 2 vite. Prokurori Adnan Xholi, gjatë seancës shpadhjes së vendimit deklaroi se Shulbria kishte bërë publik informacionin sekret shtetëror përmes aplikacionit SkyCC, ku një përdorues me pseudonimin Juri informonte se kur policia do të ndërronte aksione duke i lejuar subjektëve të caktuar të parashikonin veprimet e autoriteteve, ky veprim u kategorizua si nxjerrje sekret shtetëror, ndërsa prokuroria përmendti edhe raste të mundshme korrupsioni zgjedhor, duke u referuar mënyrës se si Çurbia ishte ngjitur në listën zgjedhore. Avokati mbrojtës ish deputeti Ilir Murati kundërshtoi gjetjet e prokurorisë duke argumentuar se nuk ekzistonte dëshmi e qartë që përdoruesi i aplikacionit ishte Çurbia dhe se nuk provoi lidhja me Altin Hajrin. Ai shtoi se klienti i tij nuk kishte akses në sekretet hetimore dhe se pretendimet për korrupsion nuk ishin të bazuara mbi prova konkrete. Gjykata shpadhi gjithashtu fajtor Altin Hajrin, i cili u dënua me 2 vite burg, si dhe Ahmet Mashën, të gjetur fajtor për 2 akuza dhe duke dënuar me 1 vit e 8 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ky proces nënvizon përpjekjet e SPAK-ut për të adresuar rastet e nxjerrjes së sekretit shtetëror dhe korrupsionit në zgjedhje, duke treguar se sistemi i drejtësisë po forcohet për të ndoshkuar abuzimet e ish-zyrtarëve dhe për të rritur transparencën në proceset zgjedhore. Në përfundim, ky vendim është konsideruar si një sinjal i qartë për lishmërinë dhe përgjegjësinë e personave që kanë qasje në informacione të ndjeshme shtetërore, si dhe për rëndësinë e ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor në vend.